Procedurë hetimore për gjithsej 27 persona fizik dhe 3 persona juridik, të gjithë të dyshuar për vepra të ndryshme penale, që kanë të bëjnë me djegjen e klubit të natës Puls në Koçan, ku humbën jetën 59 persona. Prokuroria Themelore Koçan ka dhënë urdhër për zbatimin e procedurës hetimore kundër 27 personave fizik dhe 3 personave juridik, për të cilët ekziston dyshimi se si bashkëkryerës kanë kryer vepra të rënda penale kundër sigurisë së përgjithshme, të nenin 292, lidhur me nenin 288 nga Kodi Penal. Të gjithë të dyshuarit në periudhën prej vitit 2012 deri më 16 mars 2025, së bashku, por secili sipas kompetencave të tyre, fare nuk kanë vepruar sipas rregullave dhe masave për mbrojtje dhe me këtë kanë shkaktuar rrezik për sigurinë e përgjithshme, mbi jetën dhe trupin e njerëzve, por dhe patundshmërive, deklaroi Lupço Koçevski, kryeprokuror. 3 të dyshuarit e parë janë Qira Marsi, pronari i objektit dhe bartësi i pronës ku ndodhet vetë objekti. Qira Marsi ka dhënë rishfet tek një nëpunës i Ministrisë së Ekonomisë për të fituar licencë për punë, edhe pse objekti nuk i ka përmbushur as kushtet minimale. I dyshuar është edhe një nëpunës i Ministrisë së Ekonomisë, pasi ka pranuar rishfet për dhënien e licencës për punë. E dyshuar është edhe një pronare e personit juridik, e cila nga viti 2010 disa herë ka bërë ndryshime të projekteve të objektit, duke mos kryer asnjë mbikëqyrje dhe asnjë inspektim. Të dyshuar janë ish ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish sekretaria shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë Razmena Çekiç, udhëheqës sektori, udhëheqës reparti dhe një bashkëpunëtor i ri, pasi asnjëri prej tyre nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim dhe nuk kanë vepruar sipas rregullores për të parandaluar veprimtarinë e klubit. Të dyshuar janë edhe ish drejtori i Inspektoratit të Tregut Goran Trajkovski, por edhe 3 inspektor, pasi që nga viti 2020 ata asnjëherë nuk kishin kryer kontrolle në klubin e natës nëse ka licencë dhe nëse i përmbush kushtet për punë. Të dyshuar janë edhe 3 ish kryetar komunash, Nikolço Iliev, Ratko Dimitriovski dhe Lupço Papazov, bashkë me ta edhe 2 ish drejtor të qendrës për menaxhim me kriza. Sipas prokurorisë, që të gjithë nuk kanë kryer obligimet e tyre dhe kanë lejuar që klubi të funksionojë. Madje komuna ka marrë pagesa nga objekti. Në Inspektoratin e Tregut dhe Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, hetimet vazhdojnë edhe për persona të tjerë. I dyshuar është edhe njëri prej antarëve të grupit muzikor, por edhe shitsi i biletave. 6 të dyshuar janë nga kompania e sigurimit, përfshirë edhe pronarin e kompanisë së sigurimit. 7 të fundit janë në punësit policor, të cilët kanë dhënë pëlqime për kushtet e klubit dhe nuk kanë ndërmarrë asgjë për të parandaluar punën e objektit. 7 në punës policor nga Shtipi dhe Koçani, të cilët si bashkëkryerës, duke përgatitur, nënshkruar dhe miratuar pëlqime, i kanë mundësuar personit juridik të fitojë licencë për kryerjen e veprimtarisë hotelerike. Klub, edhe pse nuk i ka përmbushur obligimet ligjore për punë, tha Lupço Koçevski, kryeprokuror. Siç njoftoi Koçevski, të gjithë të dyshuarit janë të ndaluar dhe për të gjithë kërkohet paraburgim prej 30 ditësh. 3 nga të dyshuarit janë në mesin e të lënduarve dhe po kurohen brenda dhe jashtë vendit.